LDK ka nevojë për një ndryshim të leadershipit dhe të strategjisë së partisë. Ky procedurim duhet të jap tash edhe epilogën e vet, pra unë jam i mendimit se kuvendi duhet të mbahet. Në rrethonat çfarë jemi aktualisht, unë mendoj se zotri Lutfi Haziri do të ishte një person i duhur për ta drejtuar të paktën përkohësisht LDK-n, cili do që të jetë vendimi, besoj se duhet dhe do të respektohet nga gjitha strukturat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë e kam thënë edhe herë tjera dhe mendoj që në LDK ka nevojë për një ndryshim të leadershipit dhe të strategjisë së partisë, në mënyrë që LDK-ja të kthehet si parti fituese dhe të drejtojë institucionet e vendit. Po nëse nuk është tash momenti i duhur, kur do të ishte ai moment? Ky moment ka rrjedhë si pasojë e zgjedhjeve të përgjithshme dhe edhe në dhjetorin e vitit të kaluar kishim pak a shumë të njëjtin proces. Dallimi ishte në atë kohë se Abdigjiku e ofroi dorëheqjen, përkundër faktit që nuk e dha dorëheqje, megjithatë ishte më i gatshëm që të tërhiqet, kurse kësaj here ajo çka i nxiti delegatët që të mbledhin nënshkrimet për ta zgjedhur kuvendin ishte mosgatishmëria e zotit Abdigjiku për të reflektuar gjithsesi për të dhënë përgjegjësinë për rezultatin e dobës zgjedhore. Vetë procedura e mbledhjes së nënshkrimeve dorëzimit tyne sipas statutit të LDK-s e bante domosdoshme mbajtjen e një kuvendi. Kjo është një kërkesë e antarësisë edhe elektoratit, në fakt që përfaqëson kjo antarësi. Edhe ky procedurim duhet të jap tash edhe epilogën e vet, pra unë jam i mendimit se kuvendi duhet të mbahet. Kultura e bashkëpunimit duhet të mbizotrojë edhe në kuvendin që është kërkuar, në kuvendin jashtëzakonshëm. Edhe kjo është pika bazike, domethënë sa i përket procesit. Ndërsa sa i përket epilogut, thirrja ime do të ishte që ky kuvend jo vetëm që duhet të mbahet në bazë të statutit të LDK-s, mirëpo duhet të prodhoj edhe një situatë, nuk duhet nga ky kuvend të dilet pa një kryetar, qoftë duke konfirmu kryetarin Lumir Abdigjiku, qoftë duke zgjedhur një kryetar tjetër. Brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës ka njerëz që do të mund ta drejtonin LDK-n, që do të mund t'i bashkonin gjitha struktura, gjitha grupet që për fat keq tash ka me fragmentizim brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, në mënyrë që të punohet si ekip. Në rrethonat çfarë jemi aktualisht, unë mendoj se zotri Lutfi Haziri do të ishte një person i duhur për ta drejtuar të paktën përkohësisht LDK-n deri në zgjedhjet e ardhshme, e më pastaj në zgjedhjet e ardhshme gara duhet të jetë e hapur.